Ju e keni bërë listën zero super fuqi. Ju e keni. Përshëndetje miq të dashur të emisionit Antipod dhe të televizionit First Channel. Po fillojmë emisionin e sotëm ku do të bisedojmë për temën se apo dihet fituesi dhe sa do të kenë ndikim zgjedhjet lokale tek zgjedhjet nacionale. Me mua për të biseduar rreth kësaj teme në studio është Artan Mohaxheri. Artan, mirë se erdhe. Milazim Goshi, Milazim, mirë se erdhe. Dërsa në anën tjetër kam Egzan Azemin, Egzan, mirë se erdhe. Dhe Astrid Gashin, Astrid, mirë se erdhe. Kemi pas zhvillime të ndryshme, koalicione, pastaj publikime të fotografive të ndryshme të takimeve të cilat nuk dhanë ndonjë rezultat, por ndodhen gjëra ndoshta që nuk i pritën edhe ashtu liderët e partive politike. Partitë të cilat janë jo fituese të zgjedhjeve të fundit vazhdojnë vetëm të dalin në këto zgjedhje, ndërsa partia fituese me koalicion. Zoti Mohaxheri, si e keni pa gjithë këtë situatë, pastaj po flitet se LDK, PDK po garojnë për dytën, por ndeshta të pyes ty, ndikimi i zgjedhjeve lokale, sa do të reflektojë të zgjedhjet nacionale, duke pas parasysh se nëse e marrëm me numër të komunave, fituese doli prapë vetëvendosja, ku e mori Obiliqin dhe Fushkosovën e LDK-s dhe Mitrovicën e PDK-s. Duhet me thonë që kur shpallën zgjedhjet, rezultati është 0-0. Nuk ka këtu rezultat i pari ose i dyti, ose gara për të parin, ose për dytin, ose për tretin. Këtu garohet për me fitu zgjedhjet, për vendin e parë garojnë të gjitha partitë. Po kjo është një narrativ që është kriju prej partisë vetëvendosje, e cila po mendoj që do dëshmohet e kundërta në datën 28 dhjetor, e cila do befasohet për të keq me rezultatin që do ta merr nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Prandaj është herët me thonë që bëhet gara për të dytin, sepse nuk dihet apo bëhet për dytin apo për të parin, por shkak se 28 dhjetori do ta dëshmoj sa kur do të jetë fituesi. Dhe ne nuk mund ta paragjykojmë sot fituesin për datën e 28 dhjetorit, se shumë garanci se si po mobilizohen partitë ish opozitare dhe si po mobilizohet partia vetëvendosje, e cila tashmë është vetë e katërta në koalicion, dhe kjo tregon një farë frike e kësaj partie për të hyrë vetëm, ashtu siç kanë hyrë edhe partitë e tjera, siç është PDK-ja, LDK-ja dhe madje edhe AAK-ja, duke që edhe nisma ka zemër dhe fuqi për të hyrë vetëm, dhe vetëvendosja nuk e pati këtë guxim për të hyrë në zgjedhje e vetme, pra u dash një koalicion me 4 partive politike, realisht vetë e katërta që i bjen, tashmë ka dhe partnerin e ri që është PSHDK-ja, dhe ishte çuditshme se si PSHDK-ja vendosi të bëhet pjesë e vetëvendosjes, kur ajo tradicionalisht ka qenë pjesë ose partnere e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Megjithatë, edhe kjo ka një shpjegim, sepse ju keni parë kohëve të fundit që vetëvendosja sulmin kryesor ka ndaj LDK-s dhe elektoratit të LDK-s, sepse LDK-ja ka një elektorat që lëviz, nuk ka problem, ajo në zgjedhje mund të ndryshojë qëndrimin. Prandaj edhe PSHDK-ja që ka qenë synim i Kurtit për ta marrë në vetëvendosje, kështu indirekt e ka sulmuar LDK-n duke ja marrë partnerin kryesor dhe tradicional, sepse dihet që PSHDK-ja gjithmonë historikisht ka qenë partner i LDK-s dhe asnjëherë partner i vetëvendosjes. Pyetjes tjetër që the për a kanë ndikon zgjedhjet lokale në zgjedhjet nacionale, jo zgjedhje të ndryshme, nuk dallojnë shumë njëra prej tjetrës, ndonse komuna që ka fituar secila parti mund të japë një mbështetje për partinë e vet tash në këto zgjedhjet nacionale, për shembull për zonë vetëvendosjen mund ta mbështet Fushkosova që se ka pas më herët, por shkak se ai përbreza e dim si ka funksionuar dhe si ka fituar zgjedhjet, dhe me ato punësime mund ta ndihmojnë në nivel qendror. Përndryshe partitë tjera po mendoj që nuk ka me pas ndonjë ndikim shumë të madh këtu zgjedhjet lokale me këto nacionale. Zoti Goshi, Lidhja Demokratike e Kosovës vendosi dalje vetme. Pastaj i ktheu 2 figura të cilat i kishte mohuar vitëve të fundit dhe i kishte hedhur, them ashtu, si djalin e presidentit Rugova dhe Argim Velion. Po realisht ne bëjmë në një situacion të numrave, sa i përket LDK-ja ka pa një arteri që vetëvendosja realisht akoma në zgjedhjet e fundit që ishin qendrore, ka diku rreth 100.000 vota të LDK-s të akumuluar pranë lëvizjes vendosje. LDK-ja po fuqizohet sa i përket kthimit të këtij numri të votave, sepse me largimin me kthimin e 100.000 votave
në LDK vetë vendosë realisht do të shkon në pjesë e opozitës. Andaj kalkulimet dhe barikadimi edhe ta quajtë ato stoqet e votave që jonë, LDK-ja e ka pa shumë qartë që jonë bë disa gabime ose disa lëshime operative të strukturës politike. Andaj edhe inkorporimi i zotit Uk Rugova dhe generalit Hazrolli dhe akterëve të caktuar mund të me plot përgjithësi që me një farforme LDK-n këthen me një primat pak më të organizuar se sa që ka qenë realisht me i strukturat e vjetra. Duke fut në këtë element edhe një qarkoret e diasporës, ku ne edhim shumë sakt në zgjedhjet e fundit LDK dule para si subjekt politik, ne edhim shumë sakt që bastioni kryesor edhe sa ishte presidenti Rugova, LDK ishte fuqine në diasporë, andaj taktizimi i zotit Kurti me strukturat të caktuara, tani tash po e thon publikisht, i ka ikë treni për shkak që i tërë kompleksi i LDK-s i cili gjendet operativ në diasporë, nuk do ta përkrahas zotit Kurti në aspektin operativ për shkak se nuk ka mujt me arrit interpretimin e tyre edhe në strukturën shtetërore dhe realisht unë e vizitoj shumë diasporën dhe bisedoj me shumë struktura gjitha subjekte politike, është një ftofje e madhe se përket zotit Kurti, andaj duke kalkuluar që edhe Partia Demokratike e Kosovës ta quaj edhe në Zvicër dhe me disa qytete tjera po inkorporon ish strukturat e veta, faktikisht i kthejnë në binar të vetë, andaj edhe kyqa e disa subjekte të vogla që për mendimin tam i zotit Kurti i cili ka morë në koalicion për SHDK-n, një prej antarëve të partisë të PSHDK-s gjendet në punë në zyrët e LDK-s. Djali i Anton Pjaroj Mbjemnin, Anton Shala, Emanuel, Anton Shala, është i punësuar në LDK. Djali mund mos më konë për Shiko, andaj pazaret që zoti Zef Molina ka kërku nga LDK-ja, LDK-ja nuk ka mundësi t'i afroj kërkuj. Pazaret ose teke, ose të kalën deputet ose ndonjë minister, pa u matë realisht. Andaj, LDK-ja përfuqizohet taktikisht, pa u morë me theshe theme, shihet shumë sakt që është një fuqi e madhe dhe kthimi i Prishtinës me një barakadim për shkak se votuesi i LDK-s din me flajt realisht në momentin e caktuar, por në momentin e caktuar kur riorganizohet, ta quaja e pjesa operative, jo individ caktuar në LDK-s, ju keni me pa një LDK krejt tjetër në zgjedhjet që vijnë me datën 28 dhjetor. Andaj, zoti Kurti nuk është i akomoduar sa i përket elementit të përqindjes së votës dhe ka një handicap shumë të madh sa i përket diasporës, sepse ta them në Dugaxhin, për shembull, në zonën e Dugaxhinit, vot në diasporë do të merr për shembull Aleanca për Armërinë e Kosovës, që ka një se gjithë kjo zhurmë atëherë për votat diasporës e për datën 28. Aleanca për Armërinë e Kosovës, nëse janë aq të fortë. Aleanca për Armërinë e Kosovës duke marrë Deçanin, për shembull në zonat e caktuara që ka komunat, do të lufton që ta kthej votuesin e vet edhe diasporës në aty. Njëkohësisht edhe LDK-ja në komunën e Pejës, në Istokën, në ato vendet që i ka, do të faktorizohen dhe bushit shumë sakt thashë më herët që LDK-ja në zgjedhjet lokale kaloj para vetëvendosjes edhe me nivel të votës, në nivel të diasporës. Andaj ne presim ta quajmë një befasi për shkak se duke kalkuluar edhe PDK-n si aleat strategjik sa i përket pjesës opozitare, ne presim edhe nga PDK-ja që të ketë refleksim, mos të ndahet vota për shkak të në Drenas që të jetë një listë unifikuar e Partisë Demokratike. Unë pres që edhe zoti Limaj të jetë pjesë e Partisë Demokratike me disa antarë, sepse shpërndarja e votës në zonën ku vjen Drenasi, Malisheva dhe Shtinja, edhe një pjesë e Rahovecit realisht Partinë Demokratike e gjun parti tretë. Andaj elementi i kësaj është që Partia Demokratike e din shumë me saktësi që nuk u zën. Kishte zotin Limaj para kësaj role, po nuk jo, do partia realisht tretë. në rast që fut zotin Limaj në koalicion. Ai në kalkulimin e votave, zoti Limaj ka në stokun e vet të votave rreth 20.000 vota, sa i përket nivelit qendror po flas. Në rast se Partia Demokratike fut 20.000 vota, po duhet dalë te kjo pjesa 100.000 votave që fola më herët. Partia Demokratike e Kosovës, dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, dhe Aleanca, lufta speciale ka me qenë të thyrja e blokut 100.000 vota. Nuk diskutohet kjo pjesa e rritjes që kanë pas deri me tani, po thyrja e votave të 100.000 që në të grumbulluar që realisht ja po mundson zotit Kurti çfarë do matematike që të jetë pushtet më. Zoti Azemi,
si po e shefni këtë, do në thot, kauz gjithë kundër njerit? Është sakt pra kështu, të gjithë kundër lëvizjes së vendosje, të gjithë kundër... Nuk është kauza. Po të kësoj që thot ju Jo, pak jo, ma s'është herët. kauz, kjo është një realitet i shfaqur në opinionin publik për shkak se kjo është Se një... une pas natyrë... durim tash pak se Natyrisht, mos u bëni edhe Zoti këto të gjithë. Gashi, Zoti Gashi unë ndërlidhan ato që that i përmend gjitha partitë edhe synimi që të mërjet 100.000 vota do të thot kundër Jo, realisht, realisht, besoj që do të kemi hapësirë të Po komunikimit veç të direkt. përfundoj, unë mandej Po, me knajsi, mundesh faleminderit. të marr pak shënim edhe reagon besoj mandej. Është sakt kështu, pra të gjithë kundër lëvizjes së vendosjes, të gjithë kundër Albin Kurtit dhe me të drejtën mu qesh edhe gjatë fjalës së dy panelistëve, sidomos gjatë fjalës zotit Gashi në fund, sepse në fund i foli realiteti. Fillimisht të dy thanë që jo, lëvizja së vendosjes ka ramje, është në rrezik, e bënën interesant dhe thanë atë pjesën e vetë, normalisht mbrojtjes subjektet cilat ju pëlqejnë, ose janë antarë, nuk Si e jemi di. antarë, Ju pëlqejnë. Mirë po, në fund prapë shpërfaqe që realisht në këto zgjedhje të gjithë e dimë se nuk ka garë. Gara është një. Gara është, a e ka lëvizja së vendosjes 51% apo jo. Pra gjitha subjektet politike në Kosovë janë të vetëdijshme se gara në këto zgjedhje është se a i ka lëvizja së vendosjes 51% apo jo. Kështu që realisht edhe ju vetë pranut, që në fund, edhe pse thatë që nuk i dihet, në fund prap thatë se PDK-ja rrezikon vendin e tretë. Pra, realiteti jo këtë, që gara është, a do tjetë PDK-ja në vendin e dytë apo në tretë, a do tjetë ata bëjnë paralele, lutem këtu. Jo, unë e thash paralela në rast se Partia Demokratike ka një qare të mbrëmshme. A me ndëni Veç mos ta përzim, lutem mos po ta ta bëj përzim. pyetje pra direkte. Në rast, shiko, në rast se Partia Demokratike ka një qare të mbrëmshme. Nëse ma lejan. A me ndënë që ka gara dhe për vend të parë në këto zgjedhje? Po, absolut. Absolut. Absolut, ne e thamë shumë tërës. Beteja që zotit Kurtit bjen për i pushtetit njën 100.000 vota. Nëse opozita arrin në thy këtë blok, realisht e ki zotin Kurtin në opozitë. Jemi të bindun që Mas e kom të fitu një gjithë bastën e me dim Tom Gashin, kështu që shumica dërmuese e dim, se s'po e përgjithsej, pra me qenë se po e këndeshtani, që realisht në këto zgjedhje nuk ka garë, dhe prandaj edhe ishte kërkesë e kryeministrit Kurti që këto zgjedhje mos t'i mbajmë tash, po t'i shtyjmë për në prill kur do të vijë edhe momenti i votimit presidencës. Me çdo kusht tentoj që për hir stabilitetit vendit, lëshoj rrugë, lëshoj pe, dhe e lutem veç ta përfundoj. Veç ta përfundoj, po jo, çfarë rrugësh jetë... Asnjëherë nuk ndërpreva për 5 minuta sa folje. Ki drejt me ndërprej Jo, vetëm Nëse dëni bojmë edhe kështu. Prezentimin fillestar ta përfundoj secili, pastaj do të hapim. Jo, më debat ja për kjo. Kjo është i syve, kjo është... Si të kishë se përbojmë. Një vjersh që është faktikisht i pjekur të vizë zotit Kurti, që ju ka stimulu të thoni këtë vjersh në çdo debat. Çfarë vjersh o kjo, ti thuni popullit ju, që ne kemi desh kështu, realisht e ki pas fuqin e votës, i koni parin pushtet. Kemi shembull shumë konkret. Është qeveria e parë që e ka bërë. Kemi parë, ne kemi pa edhe ish presidentin Rugova. Gjithë qytetarët e kanë pa dhe po e shohin. Janë të gjithë bashkë kundër lëvizjes së vendosjes. Arsyet janë të shumta. Lutem tash ki pak durim. Vetë ta përfundojmë. Arsyet janë të shumta. Do të hapim. Nuk kanë oksigjen me përfundim. Nuk është serioze nëse jam marrë minutazhin fillestare. Normalisht që sikleti i disa individëve. Ta përfundojmë do të thotë nuk mund me lënë me përfundim se Toma nuk është këtë panel, është për shkak të seancës gjithësore në Xhakov, do të thotë, edhe nuk ka mujtë. Se ka u pasën me moralisht, unë kom thonë që sikleti i njerëzve ngushëllime për zotin Kurti kur mu kryeministri se ki, mund ka dalë bas, edhe ka u pasën. Sikleti i njerëzve të tillë është i madh. Dëshira e tyre është shumë e madhe kundër zotit Kurti. Pra, ja çfarë urrëti patologjike ekziston ndaj zotit Kurti dhe ndaj lëvizjes së vendosjes. Prandaj janë bërë gjithë bashkë vetëm për interesat personale të vendit. Pse mos me qenë të paktën ndonjë nga subjektet opozitare aktuale, të paktën një herë gjatë këtij mandati me u pajtu me qeverinë. Na si lëvizje së vendosjes, që kemi qenë ndër opozitat më radikale që mohan mend në pas luftën në Kosovë. Ka pas pika konkrete ku jemi pajtu me secilat qeveri. Edhe me qeverinë e zotit Thaçi madje në rastin e intervenimit në veriun e Mitrovicës. As edhe një herë për 5 vjet një subjekt politik nuk doli të marrë përgjegjësi dhe të thotë në veri të Kosovës kjo qeveri po bën punë të mirë.
Hajde kritikoje qeverinë për gjitha çështjet tjera. Nuk pajtohesh në arsim, nuk pajtohesh në çka do tjetër, ekonomi, shëndetësi, çka do qoftë. Mirë, po të veriu i vendit, kur qeveria përballet me një presion të jashtëzakonshëm ndërkombëtar, kur është 19% territorit që thotë lemër fol për zhvillim ekonomik, se mendjen kë ka të parja, prandaj mbron partitë e interesit. Ky mendjen e ka veç te logjika biznesore në gusht personale, prandaj reagon këtë mënyrë dhe prandaj për veriun e Mitrovicës me fol këtë folmën për zhvillim ekonomik. Që s'kan me lonë me shku as deri në Fushë Po Kosovë. çu keni menu jo. As deri Slatin, dhe aeroporti keni më kthy nga i Realiteti i tillë sot nuk është ashtu fatmirësisht. Prandaj jeni tu zvogluar. Po jeni barikadu gabimisht. Edhe po ju këshilloj sinqerisht ndrën e qasjen, sepse kështu nuk ka më pas nevojë më për zgjedhje. Prandaj zgjedhjet janë ai ka lëvizje vendosje 51% apo jo. Fal kësaj mendësie vetëm të përfitimeve ngushta, asnjëherë pa asnjëherë pa vendosur pa interesin e vendit. Vetëm interesin personal. Po që 6 vite në qeveri, ti je të fol dokra këtu. Jo dokra, unë po flas për sene, Me më tregu ti mu për verim, shiko, me më tregu për çështjen 90% territorit të Republikës Kosovës, që s'keni pas guxim as edhe një herë të vetme, me thonë mirë e ki. Lëvizjave të vendosje edhe në kohën kur Hashim Thaçi ka qenë kryeminist. Kemi lëshu komunikat, dhe kemi mbështet veprimet e qeverisë së atëhershme të zotit Thaçi, kur i ka nis njësinë policore në Verit Mitrovicës. Por ju se keni pas kur këtë guxim. As s'keni me pas kur. Guximin për një mbështet veprimet për shtrirjet sovranitetin në gjithë territorin. Se keni pas kur këtë guxim. Se dhe sovranitet. Kur këtë guxim. Ti e ke barikadu listën serbe me kon superfuqi politike. Ju e keni kriju listën serbe. Ju e keni barikadu listën serbe ti me rrët komuna. Ju e keni barikadu. Ju s'keni lorë opozitarizëm që ti krijuat listën serbe ndarje. Ju e keni bo listën serbe superfuqi. Ju e keni kriju listën serbe. Fakturën kombëtare se përgat listën serbe. Ju keni bo fuqi politike me fol në emër të kombit është Shesharaj. Jo, më sohin në temë, më sohin në temë. Zoti Goshi. Po, se... Ka që fjafut vetë. Po, i lutëm, po kalon pak të Zoti Goshi. Po të rastet e fundit, në thëtë, partitë vendosën me dal vetë. U tha se fuqia dhe besimi i Zotit Limaj doli, në thëtë, si parti me vete në këtë zgjedhje. A doli e tillë sepse i besoj elektorat se do të kaloj pragën, apo ndodhen dhe gjëra tjera? Jo, se pari ju përshëndet shtu dhe vërtet këtë gjëra që ka ndodhur në Kosovë, mëzi që jemi këtu në studion e Antipodit, liderët e partive opozitare ishin antipodi opozitës. Duke mos e marrë masazhin e popullit dhe duke mos e ndërtuar një platformë, duke marrë mësim për vetë Albin Kurtit, se qysh ka ardhur në pozitë. Nuk bëhet, për shembull, nuk kundërshtohet asnjë protestë nuk është organizuar kundër qeverisë së 6 vjeçare të Albin Kurtit. Asnjë protestë. Domethënë, këta i thonë Albini është ashtu, Albinit i jep në jo. Askush nuk jep pushtetin, nuk e fal. Te nuk ka pas protestë? Jo, s'ka pas. Çka janë grevat? Ha? Që janë greva? Vesh pe thamë ndihmën e tani mas të drejtë protesta e greva s'ka pas. Bash bisedojmë. Nuk është sa Po ja, absolut. Protestë organizuar për opozitën. Jo, s'ka lidhje, shoqëria civile, qytetar, Ka lidhje. sindikatat, të janë protesta që s'ka pas kur Kosova. Ka lidhje kur e organizon edhe Po që mos ja morën kjo, po Zoti Goshi, pastaj është problemi se partitë opozitare kanë problem në leadership. Dhe në qoftë se dikush ja ka mundësu që të numër të madh lëvizjet e vendosjes ja ka mundësu vetëm partitë opozitare që nuk kanë leadership. Me dal edhe me organizu votuesin, si PDK-ja, si LDK-ja, si të tjerat. Çka ka bëu vetë vendosja? Vendosja i ka ardhur dhe shumë që ka qenë shumë pozitive për vendosjen tërheqja në veri të administratorëve të kryetarëve të listës serbe, për shembull, që dua të kundërshtoj kolegin. Lista serbe është produkti as në kushtijoni, as produkti i kushtetutës që i kemi dhe kemi këtu dhe patjetër që është një gabim shumë i madh që edhe opozita, edhe zoti Kurti edhe këto luajnë me kartën e listës serbe, sepse dashtëm apo s'dashtëm, ajo është pjesë e një kushtetutës që e kemi bën këtu. Edhe ka potencial, për shembull, ka pas mundësi për shembull që po pse i mungon leadershipi opozitës? Pse i mungon për shkak që
Ku qëndron problemi, do të thotë? Për shembull në kryesinë vetë Lumiri ka probleme në kryesinë e Partisë Demokratike të Kosovës. Lidhës. Duke ditur që po marrim rastin e Drenasit, kur Ramez Ladrosi i ka mujt të gjithë anëtarët e kryesisë së partisë në të gjitha katunet e tina të anëtarëve të kryesisë. Mos i gatrom se po thu Lumiri Memli. Po, më fal. Po ne sa jam gatres. Më fal, se këtë për opozitën. Ato janë parti demokratike ku mundet lejohet mendimi ndryshe, edhe është normale. Të vëmë mendimin atë pastaj unë po kuptoj. Tu po shkallë komplet. Jo, nuk është pyetje. Të gjithë anëtarët Jo, kush u përshtyp privatist? Jo, se përshtyp privatist. Se ka përshtypur, nuk e ka përshtypur Ramez Ladrosi, domethënë vota për Ramez Ladrosin nuk është kanë vot për Ramez Ladrosin si person. Ka qenë vot kundër kryesisë së Memli Krasniqit dhe kundër uzurpimit dhe kundër emërimit të mikut tim, unë Petritajane kam mik dhe e respektoj shumë. Telefonatën e parë që e kom pas atë ditë, kom pas pikërisht Petritit dhe tha, miku em, tha, pres mbështetjen e tënde, thash, na jemi miq, do të jemi, mirë, po unë nuk mund të mbështes një person, pavarësisht se je miku em, nuk mund të mbështes një person që është i propozuar i Memli Krasniqit. Edhe dole ashtu. E gjithë kryesia e PDK-s ka ndajt në Drenas. Edhe Jo, as pak, por Ramez Ladrosi domethënë e mujti këtë kryesin. E din numrat është Ferhat Shala, është Demako, është kanë ndër Drenas për shkak se janë banor të Drenasit. Prandaj janë aty kanë banor antarët e Partisë Demokratike të Kosovës, antarët e Partisë Demokratike të Kosovës janë votuar te Ramez Ladrosi. Ata jetojnë aty janë votuar te Ramez Ladrosi. Po desha të dal këtu për shembull që problemet. Pse mos më thonë që ka probleme në strukturë? Pse mos më thonë që për shembull një parti s'ka dikon për 2010 në ka konvent që me konventa ka me vite që s'ka konvent. Unë vetë jam një ndër antarët e parë të Partisë për Progres Demokratik që zoti Mahmuti e ka udhëheq. Dhe e një strukturën. Dhe nuk shkon domethënë personat që i bojnë fushat më të mirë Albin Kurtit janë partitë opozitare që nuk e kanë një strukturë të mirë fill. Strukturë kanë partitë ishte opozitare. Strukturë kanë, po vetëm partitë që kanë strukturë. Po. Partitë strukturën e kanë, mirë po antarët që janë në kryesi nuk janë të deleguar nga struktura, po janë të emëruar nga kryetari i dërhequr, i cili tash do të udhëheq. Vetëm kjo është, domethënë do të udhëheq, do të jetë shef i kampanjës. Çfarë keqe? Kush s'ka të keqe, veç një kryetar që për çka ka dhënë dërheqje atë. Pa nuk u hin listë për shkak se ka qenë shef i shtabit. Prandaj nuk ka pranuar një shumë demokratik. Çfarë të keqe këtu? Jo. Bën me lejë, me një reakcion sa përket produte Partia Demokratike. Zoti Memli Krasniqi ka qenë kryetari i aksidentuar, sa përket ardhes së tij si kryetari i Partisë Demokratike. Ne dimë gjithë. Për shkak të shkumit liderit në Hag dhe ka qenë obligative të kalon një lider ashtu siç është. Partia Demokratike ka nis betejë mes qytetit dhe zonës së Drenicës. Ristrukturimi i Partisë Demokratike për me rujt atë epiqendrën militare ka arrit zona e Drenicës për me mbrojt Partinë Demokratike për shkak se pjesa urbane e Prishtinës ka desht që të centralizoj grupe të caktuara dhe ta ndajë Partinë Demokratike, që për mendimin tim ka qenë një gabim i madh. E dyta, që du me ta lidhë to, që bërë një gabim të vogël, është që Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike kanë struktura në tërë territorin e Kosovës në mënyrë të organizuara. I vetmi subjekt politik që nuk ka është lëvizja vetë vendosje. Ta nëzojmë shembull, me një fshat caktuar ose me një zonë të caktuar. Nuk e ka një kryetar një ndege. Aty s'ka strukturë. Ne e dim çfarë betejë po kryet. Deshna këtu me ta lidh. Ato çka tha ti, lutem struktura. Lutem Idenë për grupe klientelistë. Jo, për struktura. Lutem me çep. Sa i përket të struktura që kemë. Domethënë, unë e thash edhe në paraqitjen time, vota e vetëvendosjes është një votë proteste. Vota proteste është shumë e rrezikshme, sepse domethënë pa strukturë, ka një fshat për shembull si vetëvendosja s'ka deg hiç, i ka 100 vota. Domethënë është votë proteste kundër mos organizimit dhe mos edhe kjo ndodh në këtë Evropë. Është qëndrueshme, prandaj
është diskutuar vite vendi i parë në Nuk zgjedhje. është i garantuar. Po, është e Prandaj vërtetë. është e pashë Aja po e ndonjë mban atëherë, aja po e mban. Jo, për mos harrani Çka është rastisht? Mos harrani. Çka është rastisht? Artan. Zgjedhje nacionale. Ju keni qenë edhe vetë pjesë e lëvizjes së vendosjes. Mande keni dalën për këtë. Mirë po, është lëvizja e vendosje i vetmi subjekt që prej themelimit vet, vazhdimisht në secilën palë zgjedhja është rrit. Ju ndashtuni nuk ka struktura, ndashtuni është votë e rastësishme, por çdo logjik, ma herët pak para emisionit biseduam bashkë për statistikat se çfarë rëndësie kanë. Vetë fakti që një subjekt politik prej 2010-s, kur merr pjesë për herë të parë në procesin zgjedhor, 2013 në zgjedhjet e para lokale e fiton një komunë, kryeqytetin. Mandej, në zgjedhjet e 2014-s rritet numri i votave dhe pse numri i deputetëve mbetet i njëjtë, po është e rëndësishme që numri i votave rritet. 2017-ën po del subjekti i parë politik. Bëhen bashk plani atëherë PDK-A kë nisma, LDK-A KR e shumë parti tjera të vogla dhe si subjekt politik lëvizja vendosje 2017 nga dalë para. 2019 ka qenë njësoj, i fiton zgjedhjet prap kundrejt LDK-s. 2021 ka qenë u bë e pamundshmja që u thonte në studiet televizive nga krejt partit politike. Mirë po është rritje. Ka pas PDK që u rrit ZDK, mas ka filluar mas një 5 vite parlament. qeverisje ishin prap një proces zgjedhor që u mbajt këtë vit, se po harroni po mdoket që ishte ky vit që ishin zgjedhjet qendrore. Dhe me gjitha ato propaganda, sulme, mediale, ju me folë për sulme propaganda vajgare. Vazhdimisht. Dhe cile është rezultati zgjedhor, bënd shumë prap subjekti i Jo, parë. nuk jemi me vot, nuk jeni treta Erdhën zgjedhjet lokale. Erdhën zgjedhjet lokale. Jo, një treta parti me vot. Mas ta mnisë një tret. Ku në zgjedhjet lokale, vendosja ka përformu zakonisht tepër dobët. Në këto zgjedhje del subjekti me rritjen më të madhe të votave. Po jeni në vendin e tretë, Mirë, zgjedhje lokale për asambleista, jeni keni pas rambje, për asambleista keni pas rambje. Janë dy parë nivele. Jo me folë për statistika, me folë për fakte konkrete, juve si pëlqen. Juve shtirë një gjithë që ju pëlqen. Kur gjo që është faktikë. Juve ty personalisht i pëlqen shpite. Këto zgjedhje lokale. Këto zgjedhjet e fundit, krahasuar me zgjedhjet e kaluara lokale, ju keni pasur rrëmje në numrin e asambleistave. Kjo është e vërtetë. Dhe kjo është një indikator që ju jeni të pasni rrëmje të pakthyeshme. Kjo nuk kthehet. S'ka rëndësi kjo. Si parti, ju jeni partia e tretë. Jeni partia e tretë. Ju jeni të bëni rrëmje të pakthyeshme. Lutem majë në nivel që paktën prapë po është që ke qenë do të vendosin herë muajt paktën në nivel. Me thonë s'ka rëndësi komuna. Jo, po tregoj, ti rritet me komuna unë po tregoj ty që jeni partia e tretë me numër të votave për asamblee. Keni më pak asambleista. Kjo është ajo që matet. Të mbarë qysh ke do me po. Unë e pesho qështu. Kjo ka Kjo ka shumë arsye. Sepse ju e deni, për shembull, ne kemi përzgjedhur një praktikë tepër demokratike, që e kemi ditë që elektoralisht kam ndikuar te numri i asamblezëve, mirë po ka qenë vendim në shumicën ndërmuese të komunave ku bartësit listës i kemi vendosur vajzat e gratë. Ju e deni se çfarë ndikimi ka kur vetë kandidati për kryetar komune është bartës i listës, siç ka qenë Prishtinë për shembull te krejt subjekte tjera opozitare. Vetëm televizja vendosje ka qenë një gru bartës e listës së asamblezëve. Dhe ne kemi ditë që kjo prodhon kosto në shumicën e qyteteve bartës e liste, jo në gjitha, por në shumicën ndërmuese të qyteteve të Kosovës, bartës e listës ka qenë një aktiviste, vajzë apo grua. Kështu që ne kemi ditë që kjo ka ndikuar elektoralisht te numri i asamblezëve, por kemi vendosur që me e ndjek këtë parim për më dhon hapësirë më të madhe vajzave dhe grave brenda lëvizjes së vendosjes. Veç shehe listën e lëvizjes së vendosjes në Prishtinë të numrit të asamblezëve, gati ka qenë nevojshme mu përdor kuota gjinore për burra. Pra shumica ndërmuese e listës janë gra. Këtë partit gati i pakohet tash. Vetëm shikoj, jo. Edhe LDK po i pakohet. E pa vërtetë. Që mundemi me pam Prishtinë unë po flas për Prishtinë. Shumica grave tash po i kështu pakohet. Në Prishtinë veç një gru te PDK-ja ka kalu pakohet, në LDK veç një gru ka kalu pakohet. Ndërsa të gjitha gratë brenda lëvizjes së vendosjes kanë kalu pakohet. Ti po flas për Prishtinën, unë po flas për këtë. Unë po them shikoje kudo. Biletet për deputet.
edhe për deputet gratë po kalojnë pa kohë. Në lëvizjen vetëvendosi, po, në parti tjera. Edhe parti tjera. Cilat? Në PDK duket që veç Eliza dhe kjo çika Ferizaj do me kohë. Tjerë vini pa kohë. Në lëvizjen vetëvendosi s'është asnjë pa kohë. Mund të ndodhë tash, kjo nuk ka rëndësi. Asnjë me kohë, pra nuk është më. Po, u rrit ky numri i grave që po him pa kohë. Kjo ka rëndësi, kjo është për më përshëndet. Edhe mund vjen mirë që gratë po futen pa kohë. Kjo është përshëndet kudo që ndodh, secilën parti që ndodh. Nuk po them që është keq kjo është jashtëzakonisht mirë. Po çka po do të thonë diçka që është rëndësishme për fushatë më kthy te kjo pjesa e SG nacionale, që do të mbahen në 28 dhjetor. Sot partitë e SDM-s vetëvendosja po bën garë me partitë e tjera kush ka faj për blokadër. Do thonë, ai që mundet me bin elektoratin kush është fajtori, ai ka me fitu zgjedhjen. Edhe unë besoj që në këtë rrugë të mirë janë partitë ish opozitare, sepse qytetarët janë duke kuptuar çdo ditë më tepër se bllokadën e ka sjell lëvizja vetëvendosje. Pse ka sjell këtë bllokadë? Duke pas 42% dhe 48 deputet. S'ka mujt sekond gjanja me bon as kuvendin e as qeverinë. Duhet kujtu këtu deklarata e zotit Kurti, thë që bëni ju kuvendin se keni përgjegjësi këtë bashkë me bu, ama qeverinë e bëjone. Prap dështoj. Edhe pse partitë ish opozitare hisë kanë pas për obligim me votu as kryetarin e kuvendit. Partitë ish opozitare e kanë bënë hap drejt blokadës. E kanë votu kryetarin e kuvendit PDK-ja, nuk kryetarin e ka votu LDK-ja. Dhe kur er puna të qeveria i bllokoi. Pse bllokoi? Për çka? Se kursi ka pas numrat, kurs kam i pas as në tarë me numrat. Sepse ju e dini që lëvizja vetëvendosi nuk bën qeveri pazare. Nuk bën qeveri ama një post ambasadori. Nuk e merr kryetarin e kuvendit me 3 deputet. Me çfarë pazare Nuk e merr kryetarin e kuvendit me 3 deputet. Çfarë pazare ti marrë Adelinën? Ju merr në fatmilimin, shtenin listë lirësht. Merr në shtenin listë edhe pse jeni nda për korrupsion e për çështje tjera, tash mos ta bëheni bashkë prapë. Pazari bën me thirrje. Po, ju bëni si pazare. Deputet me thirrje telefoni me po t'ja për që ta voton. Edhe kjo është pazar. Nuk bën se pazar. Që është bën. Do sa jo me parti politike, po bëni me individ kandidat për deputet të kuvendit që i kemi thirrur. Çka kena bëna si lëvizje vendosen Prishtinë për shembull. I kemi humbë zgjedhjen vitin 2021. Ka fitu për Parim Rama. Kemi qenë subjekti më i madh në kuvendin komunal, 17 asamblesë. Sipas ligjit, na kemi pas drejt me kërku kryesuesin e kuvendit. Edhe e kishim bllokuar për Parim Ramën vazhdimisht, domethënë gjatë këtë ndërmarrjet i kishim pas pothuajse në kontroll, kryesuesin e kuvendit, pikat e seancave, kreti kishim rregulluar. Çka kemi bë? Ka fitu garën për kryetar, ja kemi zgjat dorën, ja kemi votu kryesuesin e propozuar nga Lidhja Demokratike, edhe pse ka pas më pak asamblesë. Pse? Vetëm me dëshmuçën, nuk do të më bëu opozitë me inate. Do të më bëu opozitë tematike. Kush po flet për opozitë me inate? Zbaj gare bre? Zbaj gare te bre Artan. Po pikërisht një Artan. Ti e ke lëshu lëvizjen vetëvendosi sa kemi qenë opozitë, ke shku te PDK-ja se kanë qenë pushtet. Jo, s'është vërtet. E ti po më flet tani për parime. Kur e ke lëshu lëvizjen? Po 2016 kam lëshu. Kur? 2016. Po pra. E pra, çfarë momentumi kemi qenë 2016? Arsyeja pse po ke shku te një subjekt në pushtet, e ke lëshu një subjekt që ka qenë opozitë. Arsyeja pse kam lëshu vetëvendosin. Populli i Kosovës ka kallëzuar që e ki gabim. Jo, s'është. Ka bëj me pse që më shku me populli i Kosovës ka kallëzuar që e ki gabim. Jo, s'kam gabim. Përkundrazi, ka kallëzuar që e ki gabim. Kam qenë krenar në atë kohë 2017 na veshin arrit. 2019 veshin krenar në atë kohë që 2021 ne kena fitu 51%. E ngjashëm ka me kon rezultati prapë. Jo, s'kam qenë. Sepse njerëz i lojnë idealet gjys. Jeni dhura për interesat ngushta, populli i shefat nuk ka interes, nuk pas asnjë lloj interesi. E din çfarë zartë. Jo bre. E keni ramjen të pakthyeshme këtë. Kjo s'kthehet më. Ashtu ki shef. Ka mendoj. Po kalon te kjo ramja pa deshte diçka po deshta të pyes se sa i përket ramjes pakthyeshme, si po thotë se janë vetëm 8 muaj ku kishëm zgjedhë nuk kishte ramje të pakthyeshme. Kërkesa ime është mos 8% kanë qenë do të thotë edhe ku ka pas ndikim edhe Vjosa Osmani kanë pas disa ndikime. Jo, është me ta, ai nuk e nis ngar po me ta është. Cili subjekt politik i ka fitu 42% mandatin e dytë, si ka fitu as në parën. Nëse e marrëm kështu do thotë. Duhet të ndajmë gjëra. Shalim te zoti Goshi, zoti Azemi. Duhet të ndajmë dy gjëra konkrete. Po. Mos merrem në mënyrë individuale ti ke qenë vetëvendosje në VDK. Ta lojmë këtë temë. Shiko. Elementi bazik, lëvizja vetëvendosje, ardha e lëvizjes vetëvendosje është me strukturën e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ne dimë shumë sakt aktorët të cilën e kanë grumbulluar elementin e votës e kanë qenë në vetëvendosje. Ne jemi të fol parimisht. Qarja të 100.000 vota që do të ndodh tani. Po kush më morën 100.000 vetë shpjegom atë kush. E man Vjosa Osmani,
e mon Donika Gërvalla edhe tash kryetari i komunës zoti Peci. A pe llogarit këtij qëllimishin që do ta merr një subjekt politik atë gjithë Ja, opozitë? shiko tani. Edhe më herë tash. Partia Demokratike e Kosovës njëkohësisht, Lidhja Demokratike dhe Aleanca për Adhurimin e Kosovës, betejë kryesore do të jetë thyrja e 100.000 vota ndaj vetëvendosjes. Në momentin e thyrjes e 100.000 vota heka vetëvendosjes, 100.000 bën e kalkulimin, edhe përfundon historia. Duhet ta nali vetëm një element. Unë sot ka erdha unala në një market. Shiko, unë unala sot në market me mor diçka, e pova plazma keks Serbisë aty. Po, çfarë befasi. Me të vërtet e do befasova. Son befasi se. Jon rrotullu kamiona nga vetëvendosja për mos më i plazma keksi, që unë në këtë kontest e kum përkrah mënyrë të fuqishëm që veprimet e vetëvendosjes kundër produktet serbisë. Edhe e përkrah realisht, po ka deviju elementi geostrategjik brenda lëvizjes vetëvendosjes. Duhet ja them për herë të parë një element caktuar. Lidhja demokratike, unë nuk jam në asnjë strukturë të kryesisë ose antar e Këshillit. Unë që një lidhjen demokratike të Kosovës, pi zotit rrugova deri me tani, po ta, se ti je më i risur. Impakti që lëvizja vetëvendosje nuk ka arrit me fut LDK-n në koalicion, që kishte me qenë një koalicion shumë i dobishëm për Kosovën. Në këtë fazë, para se me shku tash, Albin Kurti ka bo mjeshtri të caktuar me disa klane për të sankcionuar LDK-n akoma ma shumë edhe nëse hinë në qeveri. Ne kemi bo matet me saktësi të aktert e lëvizjes vetëvendosje për Tiranës, për përmenja, me në Prishtinë, edhe njërës krucial që ka, edhe në vende tjera, të gjithë ta akter nuk kanë pas guximin të hinë në panel me LDK-n bojnë koalicion. Po flasë për përgjithësi, se ata din që për konë bëfoli realisht. Albin Kurti ka qenë i fake i një koalicion, vetë ka qenë fake. Seriozisht po flasë. Po kemi binë vetë në do që po të somëne, o ka qenë i fake. Sot përfundohet. Sepse elementi për të grumbulluar votën, për të shtyr gjërat për para. Po keni drejt edhe me ndërhyr moment të caktuar se debati është i hapur. Mos morëm mos të kapim në aspektin si individ. Flasim për strukturat. Shansin që ka pas Albin Kurti të fuqizohet edhe për një mandat me LDK-n, i ka hub treni tani. Sepse LDK-ja ka një ristrukturim, një rikthim të votës në gjirën e vetë ato që e ka bërë. Zoti Kurti, një minut, Zoti Kurti. E gjithë opinionin kosovar, edhe gjithë e din, që Albin Kurti 6 muajt e fundit ka bërë kalkulime politike. Nëse daj, normal, për mi majtë, se aje është në qeveri ato, opozita jo, 30 desha vesh të mostike të Lumiri. Tash, në situatën që do vijim, Lumiri do tjetë në pozit edhe më të keqe. Pse do tjetë Lumiri në pozit edhe më të keqe? Sepse pozita e tina brenda Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk është qysh ka qenë. Je gabim. Është mendimi jemi, ndoshta edhe jam gabim. Se du me të nalë qitë pikë, po nalë qitë pikë të Lumiri. Ta përfundon, po Shiko, Lumira janë ndërprerje disa herë. Mbaj pikë, Lumira Vdegjiki ka ardhur kryetar në startin e parë që ka ardhur, me ardhen e mandatit të ri, si kryetar i Lidhjes Demokratike, e ka një fuqizim të gjithë asaj sofrët a quaj të kryesisë Lidhjes Demokratike. Në Lidhje Demokratike ka ndërhyrje edhe publike, ju keni pa edhe vetë të antarëve të kryesisë. Po në momentin këtë saktuar ka vendime do më thonë direkt të kryesisë LDK-s. Do më thonë me një farformë është i organizuar. Andaj e ka një fuqizim, nuk ka rami. Vetëm edhe nisem, duhet të them që këtu 30 janë esenciale për opozitin. Do më thonë 30, për çka këtu 30 janë esenciale? Sepse në këtu 30 hartohen listat. Dhe me të shtatin. Dhe me shtatin janë, po të në 30 e punë, që to i bojnë atë për finalizimin. Edhe në hartimin e listave, tash, edhe pse nisi ma social-demokrate, është regjistruar, aja nuk besoj që i ka guximin, me që në qofë se nuk e marrën as LDK, as PDK, qëllimi është i limaj të shkon në PDK, mirë po, si që thamë edhe me para, grupi urban, dikon 20% të PDK-s nuk e dojnë limin, 80% e dojnë, edhe qaj 20% që
e mund, e sankcionon. E sankcionon. Ka drejt, Edhe, në fuqi. çka bëhen këtu? I bëjnë te këtë krimin në herë në jetë të kryen mendimin edhe pa marrë parasysh. O supozojmë që Po, ja, unë po të kuptoj, po nëse ti e ke mendimin këtu, atëherë e thu argumentin se s'është ashtu, edhe aja parti, që tash Këshilli i Përgjithshëm i LDK-s i ka dhënë besimin kryetarit të partisë që të bisedoj për aderimin e personave me influencë politike, s'po thamë me influencë politike, Jashtë LDK-s. po jashtë LDK-s, që të inkorporojnë në listën e LDK-s. Edhe mund të jetë zoti Limaj. Tash, si të ana e LDK-s, si të ana e LDK-s, ka të shkon Limaj, ai subjekt do të jetë subjekti i dytë politik. Ja, shiko, ta ndajmë pak të zoti Limaj se një personalisht. Është mendimi jam. Shiko të zoti Limaj për opinionin publik. Po. Në hartën ku gjendet zoti Limaj, ka një reakcion anti-LDK. Ka pas reakcion prej luftës e deri tani. Akter që vi nga Suareka, që unë një shumë mirë, nga Rovici, nga Prizreni, zoti Limaj ka qenë aduti ma negativ ndaj LDK-s me vite kundër LDK-s. Një gotan. Pse zoti Limaj s'ka pas access point futet në strukturë LDK-s? Se ka qenë me një farformë është kalkulu që të bjenë 10.000 dhe 15.000 vota, a realisht me ardhin e generalit pikrish nga fshati Limaj, që jenë konë ta quaj përkimet saktuar, so jenë konë vetë pjesë u që kësë, dhe në fond një personalisht. Andaj zoti Kuqi nga Suareka, kjo pjesë e Rovecit, Lima është dalë për kalendarit strategjik të LDK-s. Mundet me morë vetë vendosja. Shiko, mundet Albin Kurti me morë listë. Jo, ka qenë një akses i liderit. Kur është bo një operativ, një mbledhje votës, ka qenë gabim. A noli lideri, zotin Limaj, apo pas reagimeve të strukturave? Qka nëse Lumiri vendos, për shembull 30 e ashme vendos që 6 ose 3 ose 4 të Limajt të jenë pjesë e listës LDK. Shiko, unë ma përpara në shonë në listën në vetë vendosjes, ta që bëllë të sa në LDK. Hipotikisht. Jo, unë mendoj që ka më shku në vetë vendosje. Jemi akter, në shofim, realisht, këtë pikë. Në fakt, ma herët folim për koalicionit... Ta që përthu që në shku. Okej. Ma herët folim për koalicionit mes Kurtit edhe partive tjera. E vërtetë është që Kurti ka qenë një letër LDK-s. Po ajo letër ka qenë më shumë për nëse pranuat partneritet. Për shkak se përveç t'ja ka qenë letrën për të tregon që na po dëna me të shkuti për BDK-s. E cili o halli jëtë. Kush jetime më skep mu, me mdo mu për BDK-s për cilës do parti tjetër. Kush jetime më su. Tjetra, sot dynat ma herët e uroj, ose kur zhjithët Bedrijan sekretari i BDK-s, e uroj, sot thot, po ditash me Bedrijan, a lasë ju me reformu, po kush jetime më tërgu mu, a ju më reformu, as i më reformu. Kjo është problem. Ka një me problem. Ai do me mësu, qështë e udhejës partinë e vetë, më udhejës e partinë tjera. Ashtu të shkon, se këto parti janë demokratik. Ka një opozit vdekur, e ka thonë publikisht. E ka thonë edhe ma herët, ka deklaru që është problem për një kryetar subjektit politik, në këtë rast që është zoti Kurti. Po kush jeti me të mësu? Jam fjalin për Albinin. Lenë vështë ta kryj, që kallëzoj në qëfar kontekste e ka thonë, se jetë e keq interpretu qëllimisht ose se ke kuptu mirë, njona. Po, qka ka thonë vazhdimisht është që unë si kryetari një subjekti politik, në këtë rast televizit e vendosje, zotri Kurti, kur kam dash me kontaktu me subjektet, e kum pas fështirë me kontaktu sidomos me PDK-n, për shkak që nuk e kum dit, aty nuk ka një kryetar, e ka thonë shumë ma parë, po të lutem vështë ta përfundoj tash. Realiteti dëshmoj sakt që ka thonë zoti Kurti, sepse ma kryetaru bo Samir Shtaku, se sa kryetari... Shtakun e membri. Se Samir Shtaku vendosi me largura Kryetatrovsin, nga zuara. Dhe zoti Krasniqi u detyru me jep dërheqje, po kryetari Skënderajit përzihet në komunë Drenasit. Kryetarin e komunës, a i ka qenë kryetar komunës. Ti e ki paqë, këndërsimi e të vendosjes.
More s'është punë vështrimesh. Po jo brash ashtu. Na vesh nëse kena vesh dy anina njëjta. Nuk ka lidhje ai me pse nuk e pengoj ky Lushtaku mu kthy parti ky Spateloshi. Po kur e paçi hupi, jo nuk ka gabimi. Atëri than hajde se ai pare. Po tash sa përket Samir Shtaku, është të dalin në Mirçen që PDK ma kryetare Samir Shtaku. Po, është kryetar në Skënderaj, në degën Skënderaj, kryetari i partisë në PDK sot do Peter Hamza. Po Urani Ismaili si e ka shpërfaqur, që realisht aty është kryetar Samir Shtaku. Jo, është propagandë. Sepse Urani Ismaili dul mas 4 vjetëve tjera. Boni fushat kundër Përparim Ramës. Sa Përparim Rama nuk bën, është shumë keq. E pyetja e Rullaqeku ai ke rapish më në emision televiziv deklaroi tha po i kum rapish më që e kum mbështet. Gabim u kon. Prap ndodhi balotazhi, prap e mbështeti. Pse e mbështeti? Se zvendos Urani. Urani mandej e pranon ato. Po tezë më e mirë Gabim. në lëvizjen vendosje, e ka një politikë, domethënë që financon ato ku dohet. Dhe financimi dhe mbështetja në tavolin në disa raste e Uranës Smalit kundër Samir Shtakut. Domethënë që të ngritjet të rrëzohen katonarët e Drenicës dhe të rriten urbanistë. Të lutem, kjo është këtë Kosova. Po të kuptoj. Samir Shtaku është figurë në Drenicë, i Skënderajit. Është kryetari i Skënderajit dhe është figurë legjitime, për shembull, nuk e lejoj të përdor asnjë parti. Edhe PDK-ja e ka keq përdor në mënyrën më është figurë legjitime brenda PDK-s, veç le të marr. Është figurë legjitime, është keq përdor edhe Po përbes gjithë e dim respekt për profesorin Bedri Hamza, po gjithë e dim që nuk e kontrollon ai Partinë Demokratike. Gjithë e dim që ka, po e den shumë mirë zotë Muhaxhiri. I bindëm që këndon. Tash problemi kryesor të për shembull të votat të diasporës. Edhe këtu është marketing. Se deshta me dal pak të votat të diasporës, se na metonon në Po, zotë minuta. jo, është problemi të votat të diasporës është një marketing shumë i madh. Sepse votat të diasporës tash edhe në zgjedhjet e ardhshme më shumë të vota do të ketë Lidhja Demokratike e Kosovës. Pse? Pse do të ketë? Pse e ka strukturën e vjetër, sepse dikur Lidhja Demokratike e Kosovës ka qenë lëvizje, edhe domethënë i ka pas ato klubet shqiptare që kanë organizuar ato, domethënë edhe kjo domethënë i ka funksionalizuar. Mirë po, ajo që Lidhja Demokratike e Kosovës e penalizon më së shumti është që nuk ka një kryes, domethënë janë të polarizuar. Edhe si në PDK, si në domethënë kryetari nuk e ka mbështetjen e plotë të Këshillit. Për shembull, unë e kam letrën edhe e lexova ndje edhe të mikut tim Valen Mortezit, e kam mik personal. Është një ndër profesorët në Njërën. Pse e votuam pra në këshillit përgjithshëm ajo këtë lumirën? A mbajti këshillin përgjithshëm? Po e ke pas konventin e PDK-s. Unë po flas për ti foli për PDK. Enver Hoxha një ndër kandidat potencial për çka ka thonë për konventin e PDK. Një hajgare, një shërbimin më të mirë të Albin Kurtit. Albin Kurti, do të më qodhë me thotë faleminderit konventave, në konventa, këto hajgare. Ka konventa, ka debat, ka mos pajtime. Se si e pove ti reagimin e vendosjes, një debat brenda një konvent, thuma një debat në konvent. Unë veç i kisha sfidu të 3 panelistët, veç me një pyetje. Për diasporën? Qoftë për diasporë, veçanërisht qoftë për zgjedhjet, rezultatin e zgjedhjeve në përgjithësi. Nëse unë jam i gatshëm u zotu që lëvizja të vendosi del subjekti i parë. Edhe më thonë që nëse nuk del kështu si po them, sinqerisht nuk dal në studio televizive. Përse ama me shifër ti mos del në studio. Kalentin LDK nëse. Eksakt. Nëse del LDK-ja para lëvizjes së vendosjes. Jo, unë LDK skaloj absolut. Atë s'ki drejt me çikushtet. Amo, jap dorëheqje. Ja, a don pas. Se jam më garantuar. Ja dorëheqje. Ose në PDK. PDK është. Jo, vetëm me akord me Kushtiron kjo me kalu pesë. Po çet kushte pa matje. Akord me politikë. A bëshë sa fake kjo ne. Munohen me çit kusht, a vetëm ikën. Jo, më po marr përgjithësi.
Hajde, del BDK, që jo LDK, del BDK. Unë po them si e marrë politik. Jo, Përcaktoj edhe ti kushtin vetet. S'po ta përcaktoj unë, ti caktoja Unë vetet. nuk jam në lidhjen demokratike të Kosovës, se ke Po, a beson që dele para? Ha? Unë mendoj me qëtë pjesë operative po. E nëse nuk del? Nëse nuk del e dyta. E, pra. Po pëlqen. Nëse s'del vetëvendosja para, kush qa votë? Zdia keni pa një video të Batonagjiut që pranoj tash së fundi diku në një prej emisionem që ta, qërë ta na kete kena ditë që LDK-ja nuk o kërka heq. Që sallat për Qysh nuk o kërka mërej? Tha, po puna u konë me thonë qashtu e më do që po rritet LDK-ja. O drejtor. Batonin. Po LDK-ja është e majtë. Ti a ki... Kur po thuni se LDK-ja po rritet? Zotin Beci ti në kryetar Mitrovicës. Ajo është komunë e LDK-s është. Veç edhe qëta. Ki mu bin vetë. Përparim Roma Po edhe del Lidhja Demokratike e Kosovës. 6 muaj, ma i men gjithë studi që pëtëm. Përparim Roma edhe Zoti Lidhja Beci, Demokratike kryetari e Mitrovicës, Kosovës. ma në men. Ka qenë kryetari mas paku i votu për krejt kryetarëve të komuna në Kosovë. Do me thonë Lidhja Demokratike as me qeverisjen Ka kanë hu për Mitrovicën. Jo, veç Po thotë shumë diçka interesante se dëgjoj vetëm pak. Zoti Beci, që është unë në gjë, vogël, që më ka hajnë kërë kam qenë struktural e dëkës, ajo, kom qenë, Lezër Masanej nuk është problem, me mërë, shumë shëpune. Qështë një Zotin Peci? Zotin Peci në një fëmi i vogël në dëkë. Fëmi i vogël. Zoti Peci ka qenë blom i Rrugovizit. Nuk ka njeri ma Rrugovizit në Zoti Peci. Në shpirt, në gjë shpirt. Albin Kurti ja ka kësy. Shiko, shiko, ajo është në partit vetë. Albin Kurti ja ka fitu LDK-s e komunë. Për 6 muaj që e komuni ka lënë LDK-s. Faleminderit, thotë Lumiri, respekt. S'kena bo fushat madhe, LDK ka pas një komercialist kandidat atje në Mitrovicë. A fati LDK-s ka mirë ja fitu komunat Albine me votat, atë mi kësi votat. Ke bjën një taksi borshë. Jo si këtër I ka votat. kësi, i ka morë votat LDK-s e ka morë. A ka me fitu më të zgjë dhe LDK-ja? Se vetëm përna ikin minutat... Ajo që kines demokracia. Në ne që i veni si optimisti. Do të rëzemi. Ajo që ka më pështi se ka në shumë nasi. Nuk e tha shifrat. Ajo që ka më po flasë me siguri... Jo që shifrat për thonë, se më ndonë këmi thonë shifrat për thonë shifrat. Ajo që ka më flasë me siguri... Praktike nuk vë bastë për asë një loj situati. Por që jonë gara është 0-0, ajo është shumë e vërtet. Ajo që ka më me thonë shumë me siguri, është kur zëtë ketë qeveri Kurtit re, dhe kur s'ka mundësi Vjosa Osmani muzi rizë presidenti. Kjo do t'jetë situata në bazë datës 28 vjetor. Kur Albin Kurti kryeministër nuk ka. Do të kalojmë tek pjesa, do të kalojmë tek minutat për na ikin, do të na jep pjesa lista pa u diskutuar, do të thotë. Sa ka me pas ndikim listat tek votuesi dhe tek rezultati. Ata të cilët do ta përmbushin listën e garës. Normalisht janë jashtëzakonisht rëndësishme listat e secilit subjekt politik, pasi që përmes tyre lista do të jetë përbërja arshme e institucionit më të lartë të Republikës, kështu që normalisht që kanë rëndësi listat e subjekteve politike. Mirë po, qytetarët e kanë parë një gjë e prandaj e kam një bindje që rezultati tashmë veç dihet. Pasi që e kam parë një sinceritet jashtëzakonisht madh të lëvizjes së vendosjes dhe një kauzë të rrejshme të opozitës, që çdo qytetar që ja u dën të mirën edhe subjekteve opozitare, sinqerisht i dashur me i kritiku në këto pika. Sepse unë prapë po them, nuk po flas këtu si në këtë moment nuk po flas si antar i lëvizjes së vendosjes, po flas vetëm si qytetar i thjeshtë. Nesër mundemi më kap prapë për këtë fjalë kur na kemi me qenë në opozitë. Në çështjet kryesore shtetërore, në çështjet sovranitetit vendit, në çështjet e ndaljes zgjedhjeve serbe, kanë qenë disa momentume ku opozita nuk kishte dalë keq, as nuk kishte dëmtu. Me jep për kraja e qeverisë. Kundështoje, bëje kundështimin opozitën në gjitha sfera tjera. Ne, pra po thëmë, si asambles në nivelin lokal, ne e kundështojmë zotin Rama në 10% të pikave, po që spajtohemi asësi. Për shambull një për ty në Sheshi, George Bush, arkitekti i qytetit që mendojmë që i ka hup ka 12 milion, por 90% të pikave që i ka pru në kuvend komunal i kemi votu, sepse ideja nuk është blokojmë gjithçka se na jemi opozit. Edhe Adem Grabovci e pa të pranu në
2013 në një emision interaktiv, ka thonë që opozita lëvizjes vetëvendosje me qenë real, pa thonë në ndihmon në aspektin ndërkombëtar, sepse na thojmë zyrtarëve të Bashkimit Evropian që s'mujna me pranu që ta ose që po bojnë këta protesta. Lëvizja vetëvendosje fatkeqësisht nuk e ka pasur një si opozite. Na vetë Lëvizja vetëvendosje edhe ka thonë nuk i pranon zgjedhjet serbe, edhe nuk ka pas një subjekt opozitar që të lyp më shumë. Në vend se me pas një subjekt opozitar që i thot lëvizjes vetëvendosje, ti mos gabo me lshu me Serbinë. Ti duhesh hala më shumë me kërku me Serbinë. Na kena pas një opozitë. Na kena pas një opozitë që lshope mosa, sankcione. Ma thuaj një reakcion. Vetëm veç pak se këta kanë pikë fortë pjesën. Emanuel, është po më është pa lidhje. Tani vjen propaganda. Jesi ju tema shumë rastisht me këtë tema lista. Po minut vetë. Edhe nëse dëni me reformu subjektet e juaja, jep një hapësirë njerëzve që kanë guxim me folën. Ku për të reformuar? Pse ashtu? Pse kjo është po gjikon si kurti? Po ju gjikon opinionin, po ju gjikon. Jo, ku bëjmë tash? 28 jetori vendos. Ti po paraqikon rezultatin. Ti përkundrazi. Unë mendoj që tu bajgore me qytetarët e Republikës Kosovës kur thosh sikur të kemi këtë rezultat. Si kanë ndikuar listat zgjedhore tek subjektet politike në këtë zgjedhje. Listat do të kenë një ndikim shumë të rëndësishëm për shkak se në bazë të listave, domethënë shihet e pasyet se kush i përfaqëson partitë. Sa përket listën, këtu lista e qesin parlamentin. Ky parlamentin që mirë që shkoi, ka qenë ndër parlamentet më të dobta ndonjëherë që ka pas Republika e Kosovës. Jo këtë parti politike, ka pas cilësinë në atë vend. Të lutem pra ban ka pas cilësinë atë vend. Parlamenti më i dobët në Republikën e Kosovës ka qenë. Për që u shpall pavarësia e Kosovës, për që kemi zgjedhjet, ky parlament ka qenë parlamenti më i dobët. Që edhe më jetë shkurt. Po, edhe më jetë shkurt. A përket lëvizja vetëvendosje, s'ka nevojë me pas listë hiç. Për të parët deri 120 është Albin Kurti. Tash, te Partia Demokratike, aderimet reja, djali Filanit, djali Tina, sikur tjetë monarki. Jo, Partia Demokratike ka njerëz shumë të mirë që e meritojnë. Djali kujt? E dinë që shkojnë listat. Djali Bacit Jakob për shembull. Djali Shokot keq. Jo kurrëç, absolut. Po në kusht monarki si monarki këtu. Qofse në rubrik monarkisë atëherë. Po monarkia. Absolut. Po tingëllon si monarkisë, ka qenë në nisma. A ka qenë në nisma, zoti e din edhe probleme për çka ka qenë nisma, edhe sepse tek e fundit kolego edhe miku nga lëvizja nuk e di, a keni funksion nëse a keni funksion lëvizje me të është në pyetje që shumica e antarëve që dalin kanë adheruar, domethënë sepse partitë politike në Kosovë, asnjë parti politike nuk e prezanton një program. Nuk prezanton, nuk s'është vërtet që çdo do. Jo, po bajgare nuk është pa. Ç'është ta lexon? Kush ta lexon? Do të kanë pas program. Ajo që s'ka pas program vetëvendosja, mos bajgare. Edhe i mur ka të shimi për programi hattash edhe i mur ka të shimi vollave. Albin Kurti. Vetëm program që ka pas vetë. Vetëm edhe këtë. Të lutem, vetëm edhe të përfundoj që janë dy çështje. Unë besoj se i bojnë. Ata i bojnë dhe kanë bërë. Si që do të ndodhë. Ai kanë bërë. Edhe i bojnë. Ta përfundon. Vetëm dy çështje më rëndësi që do të ndodhen shumë rëndësi. Që është video sa i përket listave, domethënë kjo do të jetë listat kanë ndikim mirë, po do të jenë listë, duke parë këtë kryesisë do të jenë lista që domethënë do të na habisin, do të jenë lista nepotiste të gjitha subjektet. Ndërsa problemi kryesor, po në rregull, uroj që të jetë më e mira, dhe problemi kryesor do të jetë për shembull në protestat, kemi një javë që s'kemi trafik urban në kryeqytet. Tash me datën 9 kryetarët e komunave me shumicë serbe do të barikadohen. Do të marrin, do të çojnë, tash atje kur s'kesh flamur të Serbisë, do të bëjmë ekscese. Edhe këtu kjo po është, do të thonë kjo ka ndikim, do të thonë ka ndikim edhe në kohën mlugun e fushatës, tjetë për shembull në Trovicë Veriut,
s'ka pas. Unë nuk po besoj që ka me pas eksese, na kemi pa dhe lajme që është vendos tash edhe flamuri, edhe fotografia e prezidencës, edhe dokumentacionet janë mes temet duke i respektuar gjitha ligjet e Kosovës. Uroj që mos të ketë. Në atë moment që respektohen ligjet e Kosovës, nuk ka me pas eksese. Nëse provokohet edhe nuk respektohen Republika, atëherë normal garanton ligji. Po çka është interesant veç që ta me që se kemë të programi me zotin Muhaxheri, Partia Demokratike pat sloganin e fundit zgjedhjet lokale më mirë për Kosovën. Çka ndodhi ditën e balotazhit në Prishtinë? E dëgjuam një zyrtar të Partisë Demokratike tu kontaktu njerëz në telefon edhe ju thëjke votoni prapë për Parim Ramën se më mirë për partinë. Edhe në sloganin dëgjoj e kitë Kosova Post e kitë publikume, po, ditën e zgjedhjeve. Kjo portali të individuale. Ja, ka qenë e ki me numër, ka qenë i identifiku me numër telefoni me gjithë. Me numër me krejtë dhe nuk e ma, i ka dhe ke është ma mirë për partinë, me votu për Parim Ramën. Pra, sloganin në zgjedhje ma mirë për Kosovën, në telefon kur folë me antartë për dëkës, të ju thonë ma mirë për partinë. Partia Kosovës është. Me shakos. Zoti Goshi, basi vetëm se, vetëm pak, ta bëj pyetjen. Tha se Lidhja Demokratike e Kosovës njihet mirë nga ana juaj për arsye se jeni që një kohë gjatë. Këto aderimet e reja, si këshilltarët e Kadri Veselit, e disa tjerë të cilët aderuan në LDK, çfarë do t'i sjellin kësaj liste dhe cili do të jetë rezultati? Sepse edhe aty u bëni mishmash. Shiko. Strukturimin e vet lideri ka të drejtë diku rreth 20% propozon listë të kandidatëve për deputet. Pse bëhet zhurmë, pse Samilu Shtaku propozon X persona. Për shembull, kemi një rast konkret e tërë struktura Partisë Demokratike. Çka do të sjellë rezultate? Vetëm tash prej tash nalat. Kretë listat kandidatë e Partisë Demokratike që kanë qenë në Partinë Demokratike, të Gjakobës, Pejës, zonat të caktuar, janë ra viktimeve të dy grupeve. Grupit e Prishtinës dhe grupit e Drenicës. Andaj, një humbje madhe, në rast se nuk rikoperohet kjo element brenda Partisë Demokratike, do të ketë një handicap ndarjes, po shihet shumë hatës. Të LDK-ja, Lumir Abdigjiki ka një pavarësi deri në 20% paraqet një strukturë të vetën, që ka të drejtë si kryetar, kurse 80% ka me paraqit struktura e partisë. Që ky 80% që mund të jetë shumë sfidues për liderin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, për shkak se ju e dini shumë mirë që LDK-ja ka kaluar një trend shumë të rrezikshëm sa i përket ndarjeve dhe thyrjeve, ju keni pas gjitha këtu. Traum ka pas realisht. E ka kryer këtë mision. Është subjekti më i akomoduar realisht brenda Kosovës që mund bjen një person nga një subjekt tjetër politik dhe ta fus në listë për kandidat për deputet, sepse e ka nuhatur elementin e votës. Qëllimi shihet shumë qartë i Lidhjes Demokratike të Kosovës të merret me votuesin, mos të merret me liderin e lëvizjes vetëvendose ose të BDK-s. Sa procent ta merr meja se do të me Lidhje Demokratike? Unë mendoj për përqindje ku ta shohim listën kandidatëve për deputet. Pavarësisht po. Jo, unë nuk japi prognozë. Listën se 6% ndryshon me shkëlqim ai fiton 6%, kështu që ne do të japim një prognozë në këtë studio edhe me të nderuar nga vetëvendosja, do him me bast. Pasi dalin listat, do i nxjerrim listat. Edhe unë jam në gjendje që për çdo kandidat që LDK-ja e prezanton, unë jam në gjendje për afërsisht 70% me ditë sa vota ai sjell LDK-s. Këto 8 muaj blokazë zgjedhjet lokale se ndëlim edhe në fillim si temë, do të thotë, cilat janë parashikimet e juaja, do të thotë, ku do të jenë ato papërqindje, ngritjet dhe ramjet mes 4 subjekte politike, duke pas parasysh edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, e cila ka një vetbesim të madh, por realisht gjanat në zgjedhjet lokale nacionale, tha zoti Muhaxheri në fillim që ndryshojnë, ndërsa Aleanca pikërisht po thirrët në 80.000 votat e zgjedhjeve lokale, 90.000. Jo bash 90.000. Në rast se në listën e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, unë vi për zonës së Dugaxhinit. Po pikërisht për ato. Në rast se ai inkorporon disa aktorë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, që pritet të jenë pjesë e listës të AKS, andaj Aleanca me lehtësi do e kalon pragin zgjedhor. S'kem pas praktikat mira me diasporë. Po jo, shikon, në rast se bjen disa aktorë që flitet të futen në listë Aleancë, janë njerëz kredibil që kanë dhënë shumë për një X persona. Për shembull nuk japi emra derisa nuk po kuptoj. Po realisht në rast se me bagazh apo do të vinë me lek. Do të vinë me dyat. Sepse është pak problematike për nëse pa lek mundesh të Albini me punu.
Se për Në me... politikë veç argate, Ate, bëjmë në fushat. vendose. A përshë që shumë bo kjo, edhe që të setër, nështë se 50 e kas nuk u e bje. Mos ta ullëm debate, mos ta ullëm debate. Ska më me fuka Allah, S'ki mona i të ndërja. Partia më e pasur shqiptarëve vendosur. mua si egzampë Mos ta ullëm... Jo, atë flas për listën. Nëse e ka thonë formë shakoj, mos ta ullëm debate. Partia më e pasur që Mu prapë më pëlqej që ka tha, ndoshta kë mendon që në këtë mënyrë mund të më përdorë si ofendim që ndaj strukturës me, po për kundra zë, me thonë për bez drejtën, këtu ke momenti jotë ma real gjatë këtë Shumë i emisioni. bukur është. Sepse, po, realisht kjo është vetëvendosja. Fukarallak, Njerëz që nuk fukarallak, kanë dorë mishin për vendit pasunu për fukarallak. vete, Kur s'u pasunu? Jo, absolut. Sa miliard euro i ke dhënë servis me blerë trime. Jo njerëz që A ki kalkulu më ato? në kurrës Zhumre, kjo është shëndërime. Ashtu ju pasuruat ata që i mbështesni ju, Mos u abete. prandaj i mbështesni ju. Ja, Procedurat që në krypa Prandaj më herë. Kena me folë me statistika të nivel. Me statistika për çka do. Për listat, po. Po sigur. Del realiteti. Do ta shohim realitetin. Unë nuk fol përpara. Edhe në fillim ja nisë me thonë nuk fiton vetëvendosja, mas ne ja nisë mirë ditë PDK-n herë dytën herë tretën. Shiko, në rast se deri ty një ty ble votat, shiko, në rast se zini ty ble votat, ty vjedh votat, kom ju dalë si përfaqe. Me lek pista mujnë me shku në subjekte tjera. Ata që punojnë ndershëm, qoftë biznismen, qoftë qytetarë të Republikës që mirën me çështje tjera, deri në lëvizjes e kanë të hapur. Por ata me parë të zhyta për besë. Ani bjerë një Mishkovici një prit me okratit dhe të votit, po, apo do një me pru. Jo. Të bjerë ato pra këtu ventina. Vend dëvollit e me dëvollin e me ata Mitrovicës që kanë bo kontrabande, që kanë bo tënat, kanë bashkëpunu, PDK-ja, LDK-ja, Hajse di më isha keni bo. Zoti Gashi, zoti e di më për ju. Zoti Gashi. Me ta kujtu. Ta ke dalë të televizit, që arsyeja që e përmend me të është arsyeja pse Artoni ka dalë televizit 2016. Ja, e s'është arsye. Me ta kujtu. O me fukarallak, Me ta kujtu detaj. Jo nuk jo fukarallak. Partia më e pasur Partia është fukarallak, lider që të Partia pasur. më e pasur shqiptarëve. Oke, ki ka vim. Por më këtë listat. Lider që në shumë të pasur, në falë, a struktura është e varfër. Po më si sistemu dhe ta, jo, kanë gjetë për mune, ja, rregull. Kryeministri i Kosovës që tani një shpime Qysh me dalë të për vendosjes kur vendosja ka qenë pushtet. Kush do që dënë me po Shqiptarët del kur është dikur Kush do që dënë me po pare, nuk ish dash në një politik. Kush do që dënë me po pare, ish dash në një Prokuroria mërë gjykatë. Jo, do trakto për ti, ashtu zoti Azemi. Juve që si ka lezë biznesi, juve që si ka lezë S'kem pas biznes. keni gjetë dhe parti politike. Po kalon të jemi ka fund e emisionit, jemi ka fund e emisionit. Pikë kundërshton. Gabim. Sepse kë Jo, unë më dalë para se Nuk një më madhe kur është Jo. lëvizja vendosje në pushtet, kë në shon partinë. Unë kam shumë lëvizjen me të vendosin 2016. Ju lutem veç pak, jem të listat, jem të zoti Maxheri, jem fut jem të listat. Kjo shpjegim i të dy vend nuk Jem të listat se po devijon pastaj nga tema në tema apo na. Edhe mirë kam që ka dalë pishmon që kam kontribuar. Prit një sekond. Unë kam pa trendin që vendosja politike sepse çdo 3 muaj bën sondazhet në vetë do bëjnë, tash nuk e di. Kur jo 30 protesta apo çfarë çdo dëgjom. Edhe gjithmonë del ke vendosja partia se e dytë e votuar për njerëzve. Edhe kur je partia e dytë e preferuar prej partisë tonë e parë që voton gjithmonë, kam marrë një ditë që ky kam qenë i paknaqur që ky qytetar dhe kam votu vetëvendosje. Se kon zgjedhja e dytë. Dhe unë kam pritë që vjen pushtet. Prandaj nuk kam dalë në vetëvendosje. Tjetra. Unë kam qef, unë jam opozitor, si natyrë jam opozitor. Edhe kam qef opozitën e du. Jam opozitën e brenda subjektit që përflasim. Për ndryshe, të listat po flasim. Këto partit, vish po shohim, kanë aderime, kanë do prurje, unë disa nuk i shuj prurje, për shkak për shembull e marrim rastin e LDK-s, unë nuk e konsideroj prurje Adriana Thaqen, nuk e konsideroj prurje ose aderim Festim Kabashin, ata veç se janë LDK, ata nuk mund të konsiderojnë prurje. Do thonë Marketing. Marketing mund, aty edhe u prurgove nuk konsideroj prurje, se ata janë
atë gjeneza e LDK-s. Jo, të u ka shprurje për shkak se struktura e listës guxo, si në emën Po rrugërisë. jo, çaj bromo, çaj votus është. Jo, do ndran pak. Po vëllai që nuk e di që i kanë qytë prurje po nese. Prurje që i vlerësoj te LDK-ja është Ermal Sadiku, është prurje qelluar dhe më ka ardhur mirë që ai gjallë u kyç në politik. Te LDK, jo. S'ka lidhje. A kishe në PTK? Jo. U kyç politik, në rregull është. Sa më shumë brezonista që kyçën politik është shumë më mirë. Gjigjetja që lume ka qenë Gzim Kasapolli, që pashtu ju ka bashku listës e LDK-s. Ja dhe Lutfi Aziri ka me u antarësu. Jo, këta dy s'kanë qenë kulli dhe ka. Këta që i përmendë. Lutfi Aziri, po e di. Jo, këta dy që i përmendë. Gzimi edhe Ermali. Në PDK është një koalicion me listën për familje, është doktori i nderuar që ka qenë mjek i babës presidentit Hashim Thaçi. Po mendoj që ka me pas lëvizje të reja dhe në PDK parti tjera ishë opozitare, duke që alianca po forcohet me disa prurje që ka pas sot, Agim Qekun e pat, edhe dy tjerë që i prezentoj, po vetëm e parti që s'ka prurje dhe s'do të ketë, besoj ndoshta Adelina Ismaili do të ketë, po është vetëvendosja. Jo, vetëm është që tjetër kjo më pengoj për shembull. Pse do të thonë, pse nuk do të ja thonë me emrin e atij personit mjekut që nuk pja mbaj mend. Jo, s'po ta them për ato. Sinqerisht është shumë djalë mirë ja dhon personalisht, po pse s'ja thon emrin e mbi, po mjeku i Thaçit. Kjo është nuk pja mbaj mend emrin, po do të jem votuesi ti. Do të jem votuesi ti. Unë jam kundër idesë, po them. Unë jam votuesi ti. Po me votuar ato. Si çfarë votimi emocional. Vetë pse ka pasur ka dalë të shkallë, do ta votoj. Jo për Unë jam edhe ish profesionist, Jem pa emisionet. po kujtohet. Se do të identifikuar. Pse e kena ndërprer shumë, na fal. Jo, s'ka lidhje në debatime dhe Ja, po më hapësirën për fond zoti Goshi. Kulturë e debatit është kjo, mirë po vërtet unë gjithmonë kam qenë me opozitën, e ke pa edhe një pyetje po ta bëj shumë shkurt pasi jena në fund, thotë. Si e sheh renditjen pa përqindje në këto zgjedhje? Renditjen? Po. Vendosja është e para, për shkak se Gabim sa se gabim. Në rregull është vendimi, vendosja është e para. E dyta është ai grupacion politik që është Fatmi Limaj në listë, domethënë nëse shkon me gabimi është i imi, gjithmonë e mbaj gabimin edhe është pyetje. Ka shkon Limaj, e treta është që ajo është pa Limaj. Po. E katërta do të thotë po diet, Aleanca. Aleanca renditja, se si do të jetë sipas jush? Unë shoh që nuk foli me tash. Jo, renditja pa përqindje, tash dush me pas në pjesën operative shoh që LDK do të jetë e para, realisht. Në krah me lëvizjen vetëvendosjes, sepse ne kemi duhet ta ndajmë një element. Ju dini që edhe kur ka qenë Isa Mustafa kryetari i LDK-s pa fut Vjosa Osmani në garë me Albin Kurtin, ku përqindja ka qenë me 0.diska% që Vjosa se pat mujt Albin Kurtin nëse ju kujtohet për zgjedhje. Andaj LDK-ja është në këtë pikë me zotin Kurti, realisht që po definitiv është çështje e përfunduar tani. Zoti Maxhi. Çka unë mendoj, nuk me bën një renditje të saktë për shkak se këto tri partitë e mëdha do të kenë diferencë shumë të vogël njëra me tjetrën. Po mendoj 1.5 në 2.5 ka më qenë diferenca. Diferenca, kështu që nuk mund të di cila parti mund të jetë e para, po çdo tria, njëra prej këtyre tria do të jetë e para. Njëra për këtyre tria do të jetë e para. Sigur. Ja ke qellu. Për përqindjen. Unë jemi bindun që lëvizja vendosja është e para, unë uroj shumë dhe do të punojmë jashtëzakonisht shumë që lëvizja vendosja të dalë mbi 51%. 500 sepse po e shohim që e kemi një opozitë fatkeqësisht që është në gjendje edhe shtetin ta falimentoj, të krijoj e të prodhoj kriza sociale, kriza të ndryshme, duke mos e votu buxhetin, duke mos e votu marrëveshjen ndërkombëtare, duke vepru mënyra ndryshme, vetëm me kush që Albin Kurti apo askush nga lëvizja vendosja bën unë duhet për kryeminist. Albin Kurti lëshoj pe, e kandidoi zotin Konjufca, prap opozita ishte bllok. Prandaj është me rëndësi, prandaj është pa dyshim partinë 2-3 cilat i shef. Jo si një qytetar, jo si një asamblesë. Vetëvendosje. Nuk e di. Ta shpeshom situatën terren pak a shumë se sheni ju, do të thotë partia 2 edhe 3 sipas jush, cilat do të jetë. Unë jam i bindur që diferenca do të jetë shumë e madhe vendi i parë me vendin e dytë. Vendi i dytë sipas meje mund të jetë
Partia Demokratike e Kosovës, ndërsa Gjitha që i majt vendi ekstrem. Lidhja Demokratike e Kosovës. Se Partia Demokratike e Kosovës është Jo, unë pëlqej shumë, Unë falenderoj shumë. Veç një sen, se më pëlqej shumë, se Albini i pas ka mësu edhe këta shokët e vet, me thonë, për besë nuk e di, do më thonë një shprehje tipike të Albinit, edhe në pyetje është mirë. Për besë se përdoren ja 80% e shqiptarëve. Zoti Maxheri, falenderoj shumë, zoti Goshi, falenderoj shumë, zoti Azemi, falenderoj shumë, zoti Goshi, falenderoj shumë. Miq të dashur, kaq kishte për antipodin sonte që debatua me të ftuarit këtu në studion. Falenderoj për vëmendje dhe miru pafshim të mërkurën e ardhshme me panelistë tjerë dhe debate tjera. Ju e keni bo disën zë për superfuqi. Ju e keni